Në brigjet e shpatet e maleve ngrihen kundrull detit jon fshatrat e Bregdetit. Mbi varfërinë dhe mjerimin e dikushëm të krahinës, u ngrit begatia. Të ngjeshur njeri pranë tjetrit, me zblerimit të përhershëm, fshatrat kanë marrë një pamje të re. Këndohet një këngë. Ajo lindi mes varfërisë dhe mjerimit, përmes radhëve të letrave me shiri të zi, përmes lodhëve të hidhur të ndarjes, në gjirin e fshatrave të mbetur shkret, në sytë e nuseve, drejtuar nga deti. Vajze valve, zemër nuk jam ban, me i gur anës së detit qanë e zeza qanë e mira qanë, pret e zeza pret atë që pret. Gjithë bota vjen e vin, por ai nuk vjen, e mira, por ai nuk vjen. Kënga këndohet edhe sot, si një kujtim i hidhur i së kaluarës. Nga e kaluara ka mbetur edhe ledhët ku bregasit u munduan mbres pas brezit të nxirrin kurishteve dhe unë e pakët. Tokë s'kishte e tokë nxirrin. Mbi këtë traditë të mirë popullore nisën aksionet e para e bashkë me to të racimi i kodrave të Bregdetit. Pranë popullit gjithmonë dora e ngrohtë e partisë. Viti 1966. Në këtë vit fillon historiku i brezareve. Në këtë kodër, pranë këtij lapidari, u ndal shoku Enver Hoxha dhe porositi të shpillzohen faqet e maleve dhe të kthehet i tërë bregu në një plantacion madhështor me agrume e ullinj. Kodrave të Lukovës vëshoi rinia. Në brigjet e thepisura u hapën 100 hektarë dhe parë, u bën brezaret. Vitet kaluan, kodrat e shpatet e Bregdetit u shtuan nga vrulli e kazmat e mira të rinjve aksionistë. Nga buza e detit, e deri në lartësinë 400 metra, 70.000 aksionistë ndërtuan masivin e madh të brezareve. Partia porositi që rinia ta bëj Bregdetin begatshëm dhe ajo me energjitë e saj të pashteshme shkroi historinë e punës dhe të gëzimit. Në shalës e që mojnë, gjithë jo hapsire gjërë kate, vitë këberimi kësaj loge, vjene bëhet këngë zjarta, për njerëzit tamë. Gjithë jo hapsire gjërë kate, vitë këberimi kësaj loge, vjene bëhet këngë zjarta, për njerëzit tamë. Grien shkallën, dit ka të sinën që ka qeli, në shalës e që mojnë, dit jo hapsire gjërë katër, i këberimi kësaj loge, vjene bëhet këngë zjarta, për njerëzit tamë. Dit jo hapsire gjërë katër, i këberimi kësaj loge. Lindën kështu plantacionet e mëdha të Bregdetit. Jenufri sot mban emrin Rinia, mban emrin e atyre që i dhanë gjallëri tokës me duart dhe djersën e tyre. Lukova. Gjatë 42 kilometrave shtrihen plantacionet e saj me agrume e ullinj, një tjetër monument i bukur i duarve të rinisë. U qa zemra e malit 2300 metra
dhe uji të zatit rrjedh në kanalin kryesor 45 km të gjatë për të ujitur 3000 hektar tokë. Në brezaret e hapura në 75 gradë përsi u ndërtuan 55 km rrugë të brendshme. Viti 1978. Shoku Enver, duke vlerësuar veprën e rinis, ndër të tjera tha: duhet kesh kulturë që të krijosh vepra të tilla të mrekullueshme siç janë këto plantacione madhështore që shikojmë nga kjo kodër e që zbresin nga malet deri Buzdetit. Gjithashtu, për të realizuar një vepër të tillë, duhet kesh shpirt të guximshëm, mendje të zhvilluar, dashuri të madhe për tokën dhe për pemët. Dhe porositë e çmuara të udhëheqësit ton hapën horizonte të reja. Në 3000 hektar tokë janë mbjell 1 milion agrume e ullinj. U rritën varietetet e agrumeve në 21 lloj, u thyen koncepte të vjetra mbi prodhimtarin, u morën prodhime nga agrume e ulli me moshë të re. Lukovasit ecën me guzim në shtije të panjohura. Ka vite që ka ndryshuar peizazhi në Bregdet. E ka ndryshuar njerëzit me mendjen dhe duart e tyre. E bashkë me brezaret lindën edhe qendra të reja banimi. Samili, qyteza me re me mesataren më të re të moshës. Mira të rinj shkelen në këto anë. Çdo njeri prej tyre ka mbjell disa rrënj ullinj që do të qëndrojnë 5 shekuj, disa rrënj agrume që do të japin frute për 70 vjet. Secili prej tyre ndjen se ka lënë diçka të patundur që do të gëzojë edhe brezat. Prandaj disa kthehen për të dytën e të tretën herë, disa prej tyre mbeten për gjithnjë. Buz brezareve që vinë shkallë, odhën rrenj edhe dashuritë e të rinjve për njëri tjetrin. Nga familjet e reja të vendosura në Lukov, 86 janë çifte aksionistësh. Të rinjt erdhën vullnetar dhe qëndruan. Ky emër i dashur gëdhendër me udhim mbi Kodrin do jetojë në shekuj. Në kodrat që deri dje ishin shkret, sot vleron jeta.